Moti ekstrem ka goditur Italinë duke krijuar dy realitete krejtësisht të ndryshme nga njëri skaj i vendit në tjetrin. Në kryeqytetin Rom, një tornado e fuqishme goditi zonat veriore të qytetit gjatë orëve të para të mëngjesit, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Dëshmitarët tregojnë se pan tavolina, karrike dhe objekte të tjera të fluturonin në ajër, ndërsa era e fortë përfshinte zonën. Brenda pak minutash, rreth 60 pemë u rrëzuan, duke dëmtuar automjete dhe ndërtesa. Sipas mediave lokale, fatmirësisht nuk pati viktima, ndërsa vetëm një person pësoi lëndime të lehta. Shërbimet e emergjencës ndërhyjnë menjëherë për të larguar pemet e rrëzuara dhe për të rikthyer qarkullimin normal në zonat e prekura. Ndërkohë, në anën tjetër të vendit, ishulli i Sicilisë po përjeton kushte krejtësisht të kundërta. Në qytetin Palermo, temperaturat janë ngjitur deri në 33 gradë Celsius, shumë mbi mesataren sezonale për fillimin e muajit qershor. Qielli i kthjellët dhe vape fort kanë krijuar kushte tipike të mesit të verës, duke sjellë plazhe të mbushura dhe rritje të konsumit të energjisë për shkak të përdorimit të kondicionerëve. Meteorologët paralajmërojnë se kontrastet e forta klimatike po bëhen gjithnjë e më të shpeshta në Evropën jugore, ku fenomenet ekstreme si stuhitë e fuqishme, tornadot dhe valet e të nxehtit po shfaqen me intensitet më të madh. Megjithatë, sipas parashikimeve, temperaturat në Sicili pritet të ulen gradualisht gjatë fundjavës, ndërsa autoritetet vazhdojnë të monitorojnë pasojat e stuhisë në Rom.